Mbi 345 milion lek janë akorduar si dëmshpërblim për 15 bashki të vendit që u prekën nga zjarret gjatë sezonit veror me synim mbulimin e dëmeve në bujqësi, banesa dhe pasuri publike. Nga qarku i Korçës në listën e përfituesve është përfshirë vetëm bashkia Maliq, e cila do të përfitojë 1.2 milion lek, ndërsa bashkia e Korçës dhe ajo e Pustecit nuk janë përfshirë në skemën e dëmshpërblimit. Vendimi vjen në një kohë kur gjatë verës në qarkun e Korçës janë regjistruar disa vatra zjarri, përfshirë zona të ndjeshme si në fshatin Dishnic të bashkisë Korçë, në Strelc të Maliqit, si dhe në parkun kombëtar të Prespës. Sipas burimeve zyrtare, fondi do të shpërndahet në bazë të vlerësimit të dëmeve të konstatuara nga strukturat përgjegjëse dhe dokumentacionit të depozituar nga bashkitë përkatëse. Vendimi ka ngjallur interes dhe reagime në zonat e prekura, ndërsa pritet sqarimi më tejshëm mbi kriteret e përzgjedhjes dhe vlerësimin e dëmeve të raportuara nga pushteti vendor.